Sot do të zhytemi në një nga momentet më dramatike të historisë ballkanike, betejën e Kosovës të vitit 1389. Në agimin e 15 qershorit 1389, fusha e Kosovës u zgjua nën tingujt e luftës. Dy ushtri të mëdha përballë njëra tjetrës. Forcat osmane të udhëhequra nga sultani Murati i dhe Aleanca Ballkanike. Por ajo që e bëri këtë betejë vërtet të paharrueshme ishte një moment i papritur. Miloš Kopiliqi, një luftar që arriti të depërtonte në kampin osman dhe me mburojën e tij goditi sultan Muratin. Për shkak të nxehtësisë së verës, hoxhallarët vendosën të kryejnë një ritual të pazakontë varrimi. Organet e brendshme u varrosën në Mazgit, ndërsa trupi u transportua në Anadol. Kështu, shpirti i sultanit mbeti i lidhur përgjithmonë me dy kontinente. Sot, tyrbja e shenjtë në Kosovë qëndron si dëshmitare e heshtur e kësaj historie të jashtëzakonshme. Nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni të abonoheni dhe të ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Faleminderit që ishit me ne.